zotëri Smajl Gërvalla. Për kontributin e madh shumë vjeçar në arsim si profesor i historisë dhe i gjeografisë, në kohrat më të vështira, për sakrificën dhe kontributin e tij për çështjen kombëtare, për çka shpeshherë u burgoz dhe maltretua, si edhe për punën dhe për kushtimin e tij si imam në fshatin Kërshec të komunës së Pes, ku vendi komunal i ndan titullin mirënjohje. Imami dhe ish mësimdhënësi Smajl Gërvalla është vlerësuar gjatë ditës së djeshme nga Kuvendi Komunal i Pejës me mirënjohje komunale për kontributin e pandërprerë gjatë 54 viteve në çështjen fetare, arsimore dhe auditare. Kjo mirënjohje atij u dha në përvjetorin e 21 të ditës së çlirimit të Pejës, pasi Kuvendi Komunal i Pejës kishte miratuar kërkesën që imamit Smajl Gërvallës t'i ndahet mirënjohje komunale për kontributin e dhënë gjatë jetës së tij. Gërvalla, përveç se ishte i angazhuar në çështjen auditare, ai që nga viti 1966 kishte filluar angazhimin e tij si mësimdhënës, që nga viti 1987 e deri më sot vazhdon të jetë imam në xhaminë e fshatit Kërshevc të Pejës. Imami shpreh falënderues që kontributi i tij i vazhdueshëm është vlerësuar fillimisht nga banorët e më pas edhe nga Kuvendi Komunal i Pejës. Ky çmim për mua është shumë e rëndësishme dhe spari i falenderoj të gjithë ata që jenë përpjekë dhe kanë bo për më madhon këtë mirënjohje, që më kanë vlerësu punën time, njerë gati 30 vjeçar si arsimtar dhe tash 20 vjeçar si imam. Prandaj, kjo është një herë edhe një farë urdhë rrethimi edhe për të tjerët, që le të angazhohen me punët e tyre për më mujtë me marrë ndër një mirënjohje sikurse ma kanë premtuar mua. Ai thotë se kanë ndikuar shumë faktorë që fillimisht të respektohet e të nderohet nga të gjithë qytetarët, e tani të vlerësohet kontributi edhe nga autoritetet komunale. Puna ime, sjellja ime, edhe si arsimtar, edhe si adhetar, edhe si kombëtar, edhe si imam, se kur nuk kom kursye që kom ditë e kom mujtë, dhe kur nuk e kom konsiderue fëmin e huj si të hujnë, po sikur timin personalisht, po edhe kur kom hini imam, gjematin e kom këshyrë njësoj sikur se me pakon gjithë vllazit dhe prindët e mi. Gërvalla tregon se për gjatë 54 viteve si imam dhe mësimdhënës ishte angazhuar të ngrisë vetdijen për çështje arsimore, fetare e kombëtare. Unë jam angazhuar që me ngrit vetdijen, me ngrit kulturën, me ngrit arsimin tek breznitë e reja, me i pajisë me ditori dhe me ditoritë sinqerta, jo falso. Dhe mosha ime në moshën rinore ka qenë gjithmonë në vijnë e edukimit dhe në vijnë e arsimimit. Dërsa tani, si imam, prap e kryi punën time me ndërgjegje sa më të madhe dhe nuk kursej asnjë sen që me thonë kur është në dobinë e xhamatit. I kënaqur për vlerësimin dhe angazhimin e imamit është edhe kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Pejë, Musli Arifaj. Sot njihemi veçanërisht, njihemi shumë të kënaqur që një imamit i cili një jetë ja ka kushtu edhe arsimit, edukimit në shkolla, një kohë të gjatë, po edhe edukimit fetar, asaj rrugët cilës nuk ju ka shmang asnjëherë. Edhe është shembull, prej shembujve që neve të rive na jep motiv dhe na jep shtytje që na me ecë përpara dhe me dhon kontributin. Mulla Smajlin e kemi një prej imamve më të vjetër, edhe me moshë, po edhe me kontributi, cili vazhdon edhe pse në mos shtyme, vazhdon me vullnet edhe entuziazëm me dhon kontributin dhe me kryt detyrën e imamit. Imami cili kalon shenja në historinë e këtij populli, historinë më të re e këtij populli, sidomos në vitet e mëdhaja të këtyre e të lëvizjeve të mëdhaja në Kosovë për çështje të lirisë dhe të pavarësisë. Ajo çka du të them është shembulli më i mirë se aty ku është e ka dhënë kontributin maksimal. Ka qenë gjithmonë shembulli i kontributit.
Iniciator që imamit t'i ndahet kjo mirënjohje ka qenë kryetari i bashkisë lokale të fshatit Kryshevc, Muhamet Berisha. Ai thot se ka pasur të gjitha motivet që imamin ta propozoi për këtë mirënjohje, për çka thot se u mbështet nga të gjithë banorët. Kanë qenë të interesuar edhe komuniteti i kësaj bashkie lokale. Po edhe tjera bashkive lokale, dhe më thonë se ky ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh. E ka dhënë. Kështu që për çatë arsye në Kashtinje edhe si ka tunë këtu, në nshkrimet të gjithë i kanë dhënë, pa marrë parasysh. Edhe në Kashtinje se u flitke për to. Edhe në për tjera të komuna, vlerësimi i tij e të gjitha ato, ajo më Kashtinje që me mua të kërkesë, edhe mos me hupat kontribut. Ai në veçanti përmend edhe kontributin e tij në pajtimin e xhaçeve, për çka të gjithë familjet kanë pasur respekt ndaj tij. Ky ka qenë faktikisht ka qenë në çdo pajtime. Ka qenë njëri i dëshmuar, edhe njerëz ju kanë rrodhur njerëz se ka atë legitimitetin e vetë. Avni Gashi, asistent administrativ në Kuvendin Komunal të Pejës, thot se imami Gërvalla ka plotësuar të gjitha kriteret për këtë mirënjohje dhe se personat e tillë me do e mos duhet të nderohen. Komuna Pejës ka besuar se Hoxha Smail Gërvalla e meriton këtë titull, pasi që ky ka qenë edhe në të kaluarën ku ka qenë okupimi serb edhe arsimtar, edhe në komunën e Pejës, në fshatrat Pejës, po edhe në komunën Gjakovës, dhe ka kontribuar kështu në çështjen kombëtare, edhe ka pas edhe aktivitete humanitare, gjithashtu ka shërbyer si imam në xhaminë e fshatit Kryshevc. Imami dhe familja e tij Gërvalla kanë qenë të angazhuar në vazhdimsi në ngritjen e çështjes fetare dhe abdetare. Porosia e imamit është të gjithë të angazhohen në arsimim dhe ta duan atë dheun.